fjalën kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalën kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Asafi ishte ish kurajuar. Aq ish kurajuar sa ishte gati të hiqte dorë nga Perëndia. Tek Psalmi 77, Asafi bëri 5 pyetje që përcjellnin dëshpërimin që ndjente. A do të më hedh poshtë për gjithnjë Zoti? Dhe nuk do të më pëlqejë më kurrë? E mirësia e tij ka marrë fund për gjithnjë e fjala e tij ka munguar për brezat e ardhshëm? Vallë Perëndia ka harruar mëshirën dhe në zemrimin e tij u ka dhënë fund dhe mëshurive të tij? Asafi na tregon se ngriti zërin e tij, e nuk mund të flinte. Ishte vërtet shumë keq. Një nga arsyet pse e dua shumë Biblën është sepse flet shumë hapur. Nëse një person është i ngopur me Perëndin, do të lexoni për të në fjalën e Perëndisë. Besoj se është një çelës që tregon se ai dëshiron që edhe ne të jemi të sinqert me të rreth mënyrës se ndihemi. Mbas edhe ju sot ndiheni njësoj si Asafi, e pyesni veten nëse Perëndia u ka harruar, sepse keni një nevojë shumë të madhe në jetë që është ende e paplotësuar. Nëse është kështu, mos ndaloni së lexuari Psalmin 77 të Asafit, sepse Asafi vazhdon mëtej duke dhënë zgjidhje. Ai shkruan: Unë kam thënë, shkaku i dërimit tim është se dora e djathtë e shumë të lartit ka ndryshuar. Do t'i kujtoj veprat e Zotit, po do të kujtoj mrekullitë e tua të kohëve të kaluara. Cili Perëndi është më i madh se Perëndia? Më pas, ai vazhdon të listoj disa nga mrekullitë që ka bërë Perëndia në të kaluarën. Çfarë mrekullish ka bërë Perëndia në të kaluarën tuaj që nuk jenë menduar këto kohë? A ju ka nxjerrë nga një situatë ndërlikuar në punë? A ka shëruar foshtin tuaj? A ka plotësuar një nevojë financiare që keni menduar se ka qenë e pamundur të plotësohej? Miqtë e mi, ai vazhdon të jetë i njëjti Perëndi edhe sot. Ndaluni, pranoni që ai vazhdon t'ju dojë dhe nuk ju ka harruar. Në kohën e tij, ai do të përgjigjet me atë që ju keni nevojë, sepse nuk ka Perëndi tjetër si ai. Dëgjuat fjalën kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.